Eja e dashur, dhe të falenderoj që nuk përtova as pak të merr rrugë dhe të vish tek Faleminderit shumë. Tek të shtatë që falenderit shumë. Me shumë knajsi. Knaçia është e tëra e imja. Rato të lutem dhe të falenderoj shumë që je në studio. Faleminderit dhe ty për ftesën, të komplimentoj për emisionin. Faleminderit shumë. Dhe e pranova ftesën me shumë knajsi, edhe pse jo për të dhënë ekskluziven e Arabikës për herë të parë, domethënë sepse është intervista e parë pas këngës që po jap në një emision televiziv. Dhe më bëhet shumë qefi që je përballë meje për ndarë këtë ekskluzivitet, po themi kështu, rreth këtij suksesi shumë të madh. Në parë, më thuaj pak si ishte rruga deri në Kosovë para se ndalim te kënga. Ishte perfekt. Dielli ndriçonte nga Tirana deri në Prishtinë. Kjo është historia. Trafik? Tani pak trafik po, se është ky orari tani që është krijuar trafiku, por ishte mirë, çdo gjë shkoi shumë mirë. Në rregull. Arabi ka një këngë, në cilën unë të pyeta pak para se të himni në studio dhe thasha e ke pritur pak këtë sukses ose si e ke manifestuar këtë këngë, por më thuaj tani edhe për publikun, si erdhi deri tek Arabi ka një këngë e cila po ju pëlqen gjithë, është shumë interesant. Po, në fakt, normalisht si çdo këngë, ne artistët e punojmë me shumë dashuri që në fillim, edhe sigurisht që nga çdo këngë presim gjithmonë për të marrë maksimumin e saj. Edhe Arabika ishte një këngë që në dëgjimin e parë, domethënë unë isha e dashuruar me këtë këngë dhe prisja që do të pëlqejë, por në fakt i ka kaluar pritshmëritë e mia për mirë, domethënë ka shkuar më tej se sa unë e kisha menduar se mund të shkonte kjo këngë, përderisa kaloi kufit e trojeve shqiptare, domethënë shkoi edhe më tej. Po, je lindur bashkë me muzikën, realisht për gjitha do të flasim sot kuadër të emisionit, përveç që prindrit në muzikë, pastaj rrjedhshmërisht talenti ka gëzuar një bazë shumë të madhe gjenetike edhe tek ty. Po më thuaj pak tek Arabika, çfarë të la më shumë ti përshtypje nga gjithë komentet, nga gjithë videot, shpërndarja e madhe, si po e përjeton këtë sukses të kësaj këngë që pas në top lista në vendet ndryshme ku nuk flitet shqip. Kjo është shumë interesante. Është shumë interesante dhe ajo që mua më pëlqen është që po pëlqet nga të gjithë grup moshat. Dhe gjëja më e bukur është kur më sjellin fëmijët e vegjël, madje edhe bebe, të cilët kërcejnë, domethënë si këngë ka një energji shumë pozitive. Edhe më bëhet qefi shumë që transmetohet kjo energji pozitive tek njerëzit dhe tek publiku dhe e kërcejnë dhe e duan si këngë dhe madje nga statistikat që unë shikoj tek kanali im që e kam në YouTube, është që shumica prej tyre i rikthehen ta dëgjojnë për disa herë. Domethënë kjo është diçka shumë e mirë kur një këngë dëgjohet disa herë dhe jo thjesht një herë dhe pastaj e kalon. Domethënë kur njerëzit i rikthehen do thotë që vërtet po pëlqejet në masë, domethënë. Po. Unë kur asisa të shoh që një këngë po pëlqejet kaq shumë TikTok dhe nuk ngurova të shkruaj dhe ktheve më një herë dhe pati një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, çka më la shumë përshtypje sepse zakonisht këngëtarët, artistët në përgjithësi që janë viral në rrjetet sociale rrëmbehen mbak nga vllugu i gjithë viralitetit i video shpërndarjeve të shumta. Unë kom pa që i shpërndarën dhe njerëzit që ripostojnë këngën, domethënë je shumë e hapur me gjithë ata që e duan këngën. Po. Jam shumë e hapur me të gjithë edhe si themi ne jam rrafsh me popullin. Po kjo është kryesorja vëllazë. Absolutisht. Shiko, unë nuk është se, domethënë kjo është kënga e parë virale që më zhbër, unë kam edhe më përpara sigurisht këngë të tjera që kanë qenë hite dhe e kam prekur skenën në moshë shumë të vogël. Dhe që do thotë nuk më jep diçka për të kaluar për te normale, domethënë dhe mundohem që ta ruaj atë stabilitetin tim edhe jam mësuar dhe ajo gjë që unë kam dashur gjithmonë është që ti je me këmbë në tokë. A është e vështirë kjo? Merret ndonjëherë për dobësi apo jo, sidomos në këtë industri, Eugena? Ndonjëherë edhe shiko, si çdo medalje që ka dy anë. Po, sepse ndonjëherë jo të gjithë mund t'i bëjmë si vetja. Po, absolutisht. Dhe ndonjëherë por kur e shikon që po merret jo siç duhet, unë mundohem sigurisht me strategji, domethënë të shmangem edhe prapë të shkojnë ato ujërat e mia, por përgjithsisht unë nuk i kam patur këto probleme me të drejtën. Eugen, thaj që Arabika nuk është hiti yt i parë, por në një treg të muzikës në Kosovë dhe në Shqipëri që luftohet shumë për një hit, luftohet shumë për një këngë virale në TikTok, sot TikToku është bërë një paramat se sa kënga po ecën mirë apo jo dhe ka njerë TikToku din tjetë edhe një lloj jackpoti se si kënga mund tjetë e pranishme tek publiku apo jo, po është qëllimi yt ky? Jo, do ta them shumë sinqerisht jo. Domethënë unë siç ta thash, kam filluar karrierën time muzikore në moshë shumë të vogël. Kam filluar me festivale folklorike, domethënë në muzikë folk 100% shqiptar, në moshën 7 vjeç e gjysmë, 8 vjeç pastaj kam kaluar prapë në skenën më të madhe të festivalit folklorik që bëhet në Gjirokastër.
Dhe unë gjithmonë jam munduar që t'i ri muzikës sa më profesionalisht jetë mundur. Dhe më thënë, unë dua që atë gjithë që unë bëj të transmitoj vlerë. Sepse TikToku vërtet është edhe pozitiv, do më se normalisht ka ndihmuar goxha për sa i përket shpërndarjes, por nuk është gjithmonë TikToku një si amace që dëshmon nëse një këngë është e mirë ose jo. Do më thënë, një këngë mund të jetë vërtet shumë e mirë, mund të ketë shumë vlerë muzikore, por masa nuk e merr, për shumë nuk ngjit. Ka shumë këngë që jo vetëm unë, por çdo artist ka menduar kur ka qenë në studio që do jetë super hit, po themi në zhargon. Por në momentin që ka dalë nuk është përqafuar, por nuk do thotë që ajo këngë muzikalisht nuk është e bukur. Do më thënë, unë gjithmonë kam dashur ti qëndroj në mënyrë profesionale çdo projekti. Pastaj, secili nga këto përqafohet më shumë nga publiku, ajo e mbetet gjithmonë publiku, domethënë. Tha që ke nisur shumë herët me muzikë, unë dua Lus Regjin të transmetojmë disa fotografi, të cilat nuk janë transmetuar më herët, me marrë se si muzika ka ardhur tek ty, dhe më tregove para se t'hynim në studio që je rritur me prindër, të cilët kanë qenë muzikën popullore, kështu që ke qenë adapt pak me muzikën dhe tregun përgjithësi dhe nisin e tij. Më fol pak për këtë fotografi që shumë vonë kish ardhur tek ti, a? Po, realisht ka ardhur shumë vonë, ma ka sjell një familjar i imi, biles para pak ditësh. Edhe unë jam duke dëgjuar Ibrahim Tatllses. Dhe këto janë vetëm 3 vjeç e gjysmë 4, nuk e di eksaktësisht datën, domethënë. Por unë jam rritur me muzikë edhe e kam dashur muzikën gjithmonë. Dhe gjithmonë kur ma bëjnë pyetjen në lidhje me mënyrën se si unë këndoj, domethënë me orientin që unë kam në vokal, tani e kam më thjesht për t'ja thënë ja. Ja arsye sepse kam dëgjuar shumë e vogël muzikën, të gjitha thuajse muzikat ballkanike, edhe jo vetëm, por specifikisht në muzikën orientale jam profilizuar pak më shumë. E kam gjetur veten pak më shumë. Po muzika çfarë ndjeni ka krijuar tek ti qysh e vogël? E ke vrejtur vetë pasionin dhe është kjo e ardhmja? Nuk them drejtën, nuk mbaj mend që në fëmijërinë e hershme, nuk mbaj mend ndonjëherë që unë mos kem dëgjuar muzikë ose mos ta kem dashur muzikën. Domethënë, unë kam lindur me muzikën, kështu them se nuk ka asnjë periudhë që unë them, shiko, për shembull, kam filluar të dëgjoj muzikë tani në këtë kohë. Unë s'mbaj mend asnjë periudhë të jetës time që nuk kam dëgjuar muzikë ose nuk jam marrë me muzikë. Domethënë që e vogël, madje kam dhe disa regjistrime në kaseta që kanë qenë më përpara, që unë këndoja që kur kam filluar të bëlbëzoj fjalët e para, edhe këndoja, kështu që... Që fjalët e para kanë qenë me tinguj? Me tinguj kanë qenë, me tinguj. Po, okej, duket e kemi edhe një video, që siguruam do ta transmetojmë, do ta shohim që nuk e kemi parë më herët. Ja, kjo është. Hajde e transmetojmë? Një nga arkivat e Radio Televizionit Shqiptar. Po, është në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës në 2009. Po, fiks. Po. Kam përfaqësuar qarkun e Durrësit, rrethin e kryes dhe qarkun e Durrësit. Kam qenë gjithmonë pjesëmarrëse, ta thash që në moshën 8 vjeçare në Festivalin Gjirokastrës. Kjo është hera e tretë dhe ka qenë gjithmonë kënaqësi për të kënduar folklorin tonë. Domethënë, unë e kam nisur me folklor, siç e thash edhe më përpara. Dhe kjo ka qenë një nga daljet, kam marrë pjesë edhe në festival që organizohet në Lezhë, është edhe ai tipologjik folklorik, ku dhe aty kam marrë çmimin e parë në një nga ato festivalet, që kam marrë pjesë dhe janë kujtime shumë të bukura. Mirë, po gjithashtu është diçka që unë në fakt ja di për faleminderit familjes time, që më kanë mbajtur të lidhur me pjesën tradicionale, sepse gjithmonë duhet të kthehemi aty ku kemi rënjët. Shumë e vërtetë. Dhe për një artist mendoj është shumë e rëndësishme që ta ketë në bagazhin e tij pjesën tradicionale të vendit në të cilin
vjen. Përderisa flasim për këtë pjesë, do t'i transmetojmë edhe disa fotografi tjera që do të ndihmoj regjia t'i transmetojnë. Po, kjo fotografi shumë e vjetër. A e ke pasur gjithmonë këtë shpirtin garues për festivale, për gjithmonë? Po, gjithmonë. Madje, ja, këtu kam qenë më e vogla e festivalit. Dhe në të gjitha festivalet që janë bërë, këtu pas e kam qenë 4 vite më vonë, 12 vjeç. Dhe ishte shumë interesante, sepse gjithmonë në çdo vit që unë merja pjesë, isha po më e vogla e festivalit. Derisa pastaj 17 ka qenë hera e fundit që unë mora pjesë, edhe pastaj u shkëputa pak, se filluan çështja e klipeve, filloi pastaj të ndryshonte pak pjesa. Sa janë ferë këto festivalet dhe kjo garimi, si ke përjetuar qysh në mosha të hershme, a? Shiko, të them të drejtën, gjithmonë diçka e kam patur shumë pozitive, që mbështetjen e publikut, kudo ku kam qenë e kam marrë gjithmonë. Okej, nuk kam mungur. Domethënë nuk më kam mungur asnjëherë, dhe kjo pjesa e çmimeve ose e renditjeve ishte si dytësore. Tani sigurisht çdo artist do synon gjithmonë vendet e para, por kjo nuk do thotë që gjithmonë vendet e para jepen gjithmonë të merituara, ose ka edhe raste kur të hiqen padrejtisht. Por e rëndësishme është që ti gjithmonë të fitosh zemrat e publikut. Ajo është. Dhe unë gjithmonë i kam përjetuar shumë mirë, kam shkuar me një dëshirë shumë të madhe, dhe të tilla festivale janë shumë të mëdha, sepse marrin pjesë nga gjithë shqiptaria, por jo vetëm. Marrin pjesë edhe nga arbëreshët e Italisë. Domethënë të gjithë shqiptarët nga gjithë bota sjellin folkun e tyre, kështu që është si një fest. Është më shumë si një fest se sa një garim për çmim ose edhe pse gjithmonë i ka marrë dhe aty çmimet. Okej. Unë dua di një detaj për prindrit e tu. Sa ishin prindrit dakord që ti të vazhdosh me karrierën e muzikës, duke marrë parasysh që ata ishin përballur me faza të ndryshme në karrierën e tyre në muzikë, dhe rrjedhimisht jo çdo prind ka dëshirë që fëmia ta bëjë profesionin e njëjtë, sepse ai di cilat janë peripecitë dhe sfidat. Po ata si ishin në gatishmërinë tënde që po Eugena do të jetë në muzikë? Prindrit e mi kanë qenë që në fillim krah meje, dhe kanë qenë ata që mi kanë hapur të gjitha rrugët. Dhe nuk është diskutuar asnjëherë në familjen time nëse do vazhdoj apo s'do vazhdoj. Domethënë kanë qenë gjithmonë për krahës ndaj talentit. Domethënë duhet të vazhdoj sa më parë dhe ne ta mbështesim sa më shumë. Kështu që gjithmonë i kanë patur krah, edhe çdo gjë ka ardhur natyrshëm, siç ta thash, nuk ka qenë as e imponuar, se nuk bëhet diçka me imponim. Sa do të mundohen, për shembull, pavarësisht se unë i kam prindrit këngëtar, ke plot këngëtarë që i kanë fëmijët që nuk i këndojnë, ose domethënë nuk është se është gjithmonë e lidhur ngushtësisht, por që atmosfera në familjen time ka qenë gjithmonë shumë muzikale. Po, sepse kur e pyes këngëtarët që janë pak më në moshë, nëse do donin që fëmijët e tyre të merren me muzikë, shumica thonë jo. Sepse është një treg i ashpër, sidomos për vajza në vendin tonë. Shiko, treg i ashpër është, por jo vetëm në muzikë. Unë mendoj në çdo profesion është treg i ashpër, sepse unë përveç formimit muzikor kam mbaruar dhe drejtësi juridik, edhe jam licencuar si avokate, dhe e di shumë mirë edhe çfarë pengesash ka edhe një drejtim tjetër. Qoftë edhe në një fushë tjetër që unë po prap kam zotroj një biznes time. Domethënë, i kam parë të gjitha fushat dhe çdo fushë ka vështirësitë e veta. Unë mendoj që gjëja që të paktën në muzikë nuk duhet hequr dorë, është gjithmonë duhet këmbgulja. Kur ti je i bindur, edhe sigurisht je koshient për atë që je. Domethënë duhet jesh koshient që vërtet ke talent, domethënë jo ti më shosh diçka që nuk është ashtu siç duhet, por kur ke talent dhe i qëndron në linjës tënde dhe këmbgul për ta marrë atë që ti mendon se meriton, ajo energjia përçohet dhe sa do vonë të shkoj, dhe sa do pengesat këtë rrugës, e merë. Vjen momenti që ti e merë atë gjë. Eugen, unë po i shija disa intervista në ditët që lam pas, kur po bëja edhe pak përgatitjen për intervistën me ty, dhe pash që je një vajzë shumë e thjeshtë, një vajzë shumë e mirë, e cila i ka parimet e veta, karakterin e vet, dhe pavarësisht tregut, rinë brenda këtyre standardeve, vijave të kuqe që nuk i kalon as drama në showbiz, as diçka të tillë, si bëjnë shumica prej tyre që këngat ecën. Mendon që ka qenë avantazh apo dizavantazh i yti, ky personalitet i yti që nuk e vendosur të bësh as pak kompromisa me mediat, me përgjithësi me dramat në showbiz? Mendoj që ka qenë avantazh, jo disavantazh, ndoshta unë gjërat i shoh në kohë të gjatë, në afat gjatë, nuk i shoh të kohë të shkurtër. Mua nuk më intereson një skup mediatik, sepse nuk jam unë personi që kam dalur në publik për atë gjë. Domethënë, unë kam dalë për muzikë dhe dua që të njihem profesionalisht për atë që bëj. Dhe gjatë gjithë karrierës time jam munduar që të punoj me sa më shumë profesionalizëm, dhe sado kohë do më merrte kjo gjë,
nuk kishte rëndësi për mua, ose edhe aktualisht nuk ka, sepse e di shumë mirë që do vi një moment që unë do ta marr atë që kërkoj sa do vonë të shkoj, domethënë nuk më pengon koha. Mendoj që nëse bëhesh palë në diçka që ti nuk je dakord, por duhet bësh kompromis për të marrë famë pak më shumë, ajo ka rrisjet e veta. Dhe mua nuk më pëlqen të marrë përsipër rrisje që nuk i përkasin as karakterit tim, as pjesës time, domethënë si individ. Kështu që preferoj ngadalë dhe sakt. Po, sepse unë shoh vajzat reja që kanë talent në muzikë gjithmonë janë në përcjellje të vllaut ose babait, sepse tregu din të jetë shumë i ashpër dhe nganjëherë labelet janë ata cilët burokracia pastaj edhe i shtyn vajzat që të bëjnë kompromis pak, ose Big Brother, ose ndonjë lidhje dashurie, ose ndonjë dramë që pastaj të lansojnë këngën dhe është pak e dhimbshme, ndërsa rasti yt është shumë atipik në këtë botë showbizi, ndërsa sot jemi këtu duke folur për një super hit në të cilin dëgjohet jo vetëm nga shqiptarët, pa asnjë dramë showbiz, pa asnjë dramë showbiz skup që shpoj thua ti. Kështu që kjo po më bën përshtypje dhe këtë anë të Eugenës doja ta trajtoja më shumë kuadër tek kësaj interviste. Faleminderit. Për gjithë ata prindër që janë të shqetësuar për vajzat, a? Atëherë, unë dua të them të gjë. Ja ku doli edhe një foto tjetër. Edhe unë jam shoqëruar normalisht nga prindrit, sidomos në fillimet e mia. Por ta thash unë i kam patur thjesht krah dhe jo kontroll, ose domethënë kam qenë gjithmonë e vetëdijshme dhe e vendosur për rrugën time. Kështu që të gjithë atyre prindërve që janë skeptik në këtë pjesë, duhet t'i them që nuk duhet të shqetësohen. Domethënë duhet të kenë besim në talentin e fëmijës tyre dhe t'i qëndrojnë vizionit të tyre. Domethënë mos lëkunden rrugës. E di që është e vështirë, është e vështirë mos lëkundesh. Unë i them Zotit faleminderit ndonjëherë se ndoshta është pjesë e karakterit. Mendoj që është shumë pjesë e karakterit. Është shumë pjesë e karakterit, sepse edhe unë gjatë karrierës time kam marrë shumë oferta tunduese, po themi nga televizionet të mëdha në Shqipëri ose nga studio shumë të mëdha muzikore, që unë mund të isha bërë një super yll, po e themi kështu në zhargonin, siç thuhet tani, mund të isha bërë shumë kohë më përpara, mirë po shumë gjëra do më kishin rënë ndesh me parimet e mia. Kështu që ndoqja më mirë parimet e mia, më morën më shumë kohë, më kanë marrë më shumë kohë, por nuk ka problem. Unë e kam zgjedhur këtë rrugë dhe jam e lumtur me këtë pjesë. Dhe mu më bëhet shumë qefi. Përveç bisedës sot do të ndojmë në studio. Po tani erdha deri këtu do ndoj pak. Ishte e pamundur që të bënim një pakt për një intervistë, pa pasur dhe pak muzikë live. Çfarë do të na këndosh? Absolutisht. Tani, ti si të dëshirosh? Ta nisim arabikën apo si mendon? Ta nisim arabikën? Unë di që do të nisim pak me arabikën, e dua pak arabikën, po, në shoqërim do të jetë edhe Gita, Eja, dhe të falenderoj shumë Git që gjithmonë i gatshëm që të bashkëpunojmë, falenderoj shumë. Unë po ja uliroj studion, që të mos jem këtu pengesë në një moment ose tjetër. Mundet edhe të rish, pa problem. Okej, po largom dhe uroj që të kënaqen gjithë shikuesit me Arabika live këtu në kanapé. Kërce merit të mraktak arabikam, e bukur si turkerson të kjo qikam, kur e rum behlin, 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 ty të rabikam. Kërce merit të mraktak arabikam, e bukur si turkerson të kjo qikam, kur e rum behlin, 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 ty të rabikam. Duye, na na na, na na na, na na, ya ya, na 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 na, ila ila na ila na na na, na na na, na na na, na 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 ila, na na na, na. Kërse merit të mrakta arabika, e bukur si turkerson të kjo qika, kur e lun behlin, 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 ty të rabika. Faleminderit, mund të vish. Bukur ishte, realisht. E pa të problem, Git? As pak, a?
E bëjmë edhe është një balade jotja që unë e dua shumë. Nëse mund ta bëjmë edhe atë, do isha shumë i lumtur. Patjetër, me shumë kënaqësi. Shiko, për të kënduar, unë këndoj gjithë ditën. Gjithë ditën, nuk e ke problem. Më kollaj për të kënduar se sa. Hajde. Më vujtje nuk shko mu, s'ka rrug tjetër veç me undo. Zemra du me mblas, se tralletin borç s'ta kom pas. Së shtera parë që ti mlëndove, zemra ma theve në shumë pjes, premtime ti shpejt i harrove, e kur më falë nuk më the. Së shtera parë që ti mlëndove, zemra ma theve në shumë pjes, premtime ti shpejt i harrove, e kur më falë nuk më the. Na 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 na, ja na na na, ja na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na. Së shtera parë që ti mlëndove, zemrën ma theve në shumë pjes, premtime ti shpejt i harrove, e kur më falë nuk më the. Së shtera parë që ti mlëndove, zemrën ma theve në shumë pjes, premtime ti shpejt i harrove, e kur më falë nuk më the. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, lumë shënduar. Faleminderit shumë, Gita. Faleminderit shumë. Eugen, e do shumë muzikën live? Çfarë emocioni t'jep muzika live? Emocion më të bukur. Emocion më të bukur, absolutisht. Muzika live është shumë e bukur, me emocioni që t'jep, me gabimet që ka, me çdo gjë që përmban brenda është shumë e gjallë. Edhe prandaj muzika live është ajo gjë që unë dua më shumë. Dhe gjatë karrierës time, të them drejtën, ato që unë kam shijuar më shumë kanë qenë daljet live, të cilat edhe janë bërë virale në pjesë të ndryshme, në emisione ndryshme ose festivale që unë kam marrë pjesë. Po, në rregull. Do të ndalim tek një pjesë tjetër e rëndësishme e karrierës tënde që më nëse në YouTube të del patjetër është The Voice. Ose Turqie, kështu është? Ose Turqie. Okej, po e the mirë. Ke dhënë shumë intervista, shumë deklarata për rrugtimin tënd atje, kështu që nga ky këndvështrim sot që kanë kaluar shumë vite, si është Eugena në atë format? Nëse do kthehesha pas, do ta ribëja sërish. Them kam bërë shumë mirë që e kam bërë. Dhe mendoj që ka qenë diçka e duhur dhe një eksperiencë që pse jo duhej përjetuar. Domethënë duhej prekur, është sfiduese, është shumë sfiduese sepse nuk është aq e thjeshtë, sidomos në një vend me aq shumë banor dhe me një numër aq shumë të madh pafundësisht këngëtarësh që këndojnë super bukur. Por sido që tjetë në çdo lloj vendi tjetër ose sa herë të kthesha pas, pa qërë do ta bëja sepse është një kujtim shumë i bukur, por është edhe një sfidë të cilën mendoj se e kam kaluar me sukses, kështu që është pjesë e rrugtimit tim, gjë e cila më bën krenare kur e kthej kokën pas. Ke marrë shumë, ke mësuar shumë nga ta? Çfarë ke kuptuar më shumë ti për botën e tyre ose mënyrën se si funksionojnë si televizion, si Kam kuptuar që pak a shumë, për të qenë realist, domethënë dhe për të dalë pak nga ato kornizat, funksionon sigurisht jo në mënyrë të drejtë, ose pakën jo siç e kisha parë nga ekrani, por funksionon pak a shumë siç funksionon edhe tek ne. Sepse realisht edhe tek ne bëhen pa drejtësi. Edhe qoftë fshehurazi ose qoftë haptazi. Dhe në të njëjtën mënyrë funksionon edhe atje. Nuk është se më thënë, ishte diçka që nuk ishte surprizuese për mirë, po themi, si shihet nga ekrani, por është diçka që
është e prekshme. E kisha prekur më parë dhe nuk ishte daj që çuditshme, domethënë çdo gjë që flas që ndodhte nga pas, flas gjithmonë për pas kurintave, domethënë ato çfarë spektatorët nuk i shohin, për ato çfarë ne ndjejmë nga pas, ishte diçka si që ndodhte rëndom edhe te ne, gjë që shpresoj që me kalimin e kohës edhe tek ne të ndryshoj pak. Kjo është për brezat e ri që po vinë, që të jepet më shumë motivim dhe të jepet më shumë merita. Domethënë të shtohet meritokracia. Kjo është. Erdh pranvera atje ke kënduar shumë bukur dhe aq shumë komente të mira ka u magnetin ata. Mund të shat pjesë vetëm studio? Po, patjetër. Hajde lutem. Hajde regjia. Erdh pranvera moj, çeli qershia, unë rituj me ndu. Aman erdh pranvera moj, çeli qershia, unë rituj me ndu. Kush mi qanon, alet e mja moj, ajo që deshta mu larku. Kush mi qanon, alet e mja moj, ajo që deshta mu larku. Ma bëre qefin, shumë me riktheje në emocione. Po, e ke kënduar shumë bukur aty dhe i pash pastaj edhe komente që dërnesh si shqiptare kemi gjakun krenarie në këtë pika. Aty ishte kulmi krenaris, domethënë. Edhe ishte, edhe pse e kisha manifestuar pak me vete, paraprakisht. Sigur të ndodhte dhe kur ndodhi ishte plotësimi i dëshirës time së brendshme, sepse realisht e doja që të këndoja shqip. Dhe u realizua dhe isha shumë krenare në ato momente, sepse nuk ishte kënduar shqip. Absolutisht më herët. Në rregull. Kur është punat e bashkëpunëtorët, ndron bashkëpunëtora apo qëndron shumë besnike me ata që bashkëpunon, qoftë për audio, qoftë për klipe, i beson njerëzve të njëjtë apo i ke të vështirë që zakonisht mundohem që të mbaj pak a shumë mos lëviz shumë, domethënë të mbaj pak a shumë të njëjtët njerëz. Por kjo nuk do thotë sepse shiko tregu muzikor tani lëviz me shpejtësi shumë të madhe dhe duhet të updatetohesh gjatë gjithë kohës me tregun dhe normalisht duhet edhe të eksperimentosh, po themi, të dalesh pak për tej. Por përgjithsisht i qëndroj besnike, ose të paktën me personat të cilët më shkon bashkëpunimi shumë mirë, e mbaj bashkëpunimin për gjatë. Edhe është gjë shumë e mirë kur ti ke bashkëpunëtor me vite në krahun tënd. Pavarësisht, sigurisht, si ta thash gjatë rrugës, edhe do bashkëpunosh edhe me personat të tjerë, edhe do hapesh, dhe do zgjerohesh dhe muzikalisht, por që bashkëpunëtorët e ngushtë që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, absolutisht i mbaj kravetës edhe do t'i mbaj për shumë gjatë. Okej. Eugen, më thuaj pak muzika në përgjithësi të ka ndihmuar edhe në aspektin personal, që ti përjetosh gjërat më ndryshe, sepse zakonisht këngëtarët dhe artistët në përgjithësi ndryshe e kanë këndvështrimin për botë, ndryshe kanë këndvështrimin ndaj dhimbjes, a? Po, shiko, ne artistët është vërtet që jemi ndryshe në kuptimin jemi sensitiv, jemi shumë të ndjeshëm. Domethënë, ndjeshmërinë e kemi në doza të larta. Edhe unë kam qenë gjithmonë një person i ndjeshëm edhe vazhdoj të jem, tani po mundohem pak që t'jem disi pak më e tërhequr në disa raste, sepse duhet të tregosh pak më e ftohtë, se kështu e kërkon tereni të jesh e tillë. Por që unë po njësoj, më udhëheqin. Mundohem t'i përmbaj, por në shumicën, por janë, si me thënë, emocione që të udhëheqin për mirë. Unë mendoj që në fund të ditës, të gjithë artistët e kanë shpirtin shumë të mirë për brenda, dhe ne jemi pozitiv. Edhe mundohem që gjërat t'i shohën në këndvështrim pozitiv. Unë mundohem që gjithmonë të njerëzit shohë atë pozitivën.
pjesën negative nuk e vë fare në pesh. Okej, një këndvështrim shumë interesant, sepse jemi të prirur që ta nojmë pak ka e keqja, që ta analizojmë të keqen, ndërsa të mira ka shumë realisht. Unë prirem nga e mira, me thënë drejtën, pastaj, kur ka raste që nuk bëhet. Një person, nëse nuk e ka në karakterin e ti, ose në natyrshmërinë e ti, ti jeti mirë, sa do mundohesh ti nxjerrësh pozitive, nuk... Por ato persona më thjesht nuk i llogaris fare, me thënë drejtë, nuk i përfshi fare në jetën time. Ishte lëmënjan. Dhe mirë bën. Okej, kur jemi të këndvështrimet, unë dua di pak se nga këndvështrimi yt dhe nga ajo se si sheh rrjetet sociale, njerëzit, televizionin, media të rinjt në vendin tonë, po edhe në Shqipëri, më thuaj pak çfarë të pengon tek mentaliteti jon përgjithësi ose çfarë do doje të ndryshoje? Do doja që muzikalisht pak të ishim pak më të hapur, domethënë ne kemi, absolutisht kemi një popull shumë që artë të dashës, që e do muzikën, por ndoshta do të doja që të ishin më pak kritikues, po themi, ndaj disa gjërave artistike që lidhen thjesht me artin dhe muzikën. Domethënë, muzika është gjuhë universale, nuk ka të bëj as me politik, as me... Nuk lidhet, dhe doja më saktë që të shihej eksaktësisht si që është. Dhe më thënë, muzika është qetësi për shpirtin, është pozitivitet, dhe si e tillë duhet të merret. Dhe më thënë, nuk duhet të lidhet, sepse e shikoj që shpesh e lidhin me disa faktorë të jashtëm, edhe nuk tregohet patriotizmi tek këngët ose tek komentet ndaj këngëve. Patriotizmi ka vendin e vet ku të tregohet në vende të tjera dhe aq më tepër nuk mbetet tek komentet në rrjetet sociale, domethënë. Kjo është. Po në përgjithësi tek të rinjt do doje të ndryshojë diçka sepse zakonisht flitet shumë për bullizëm dhe për mbledhjen e madh shumë rrjete sociale që të rinjt kanë. Unë si thon, mos jep këshilla kur si kërkojnë, po më që po ma kërkon të gjë po e them. Po ti kërkoj. Do doja thjesht ju thoja të fokusohesh tek vetja, tek vetvetja. Kur ti fokusohesh tek vetvetja, nuk të intereson dhe nuk ta marrin energjinë gjërat e jashtme. Domethënë, kur ti fokusohesh tek vetvetja dhe ti e di se çfarë vlerash ke dhe i qëndron parimit tënd, ajo është gjëja më e mirë që ti mund të bësh. Dhe jo të fokusohesh gjithmonë do ketë gjërat e jashtme që do të ngacmojnë, do vinë, sepse sidomos një person që është një ngjitje, do ketë gjithmonë gjërat e jashtme që do tentojnë të ta zbresin ose ta mbajnë në vend. Nuk duhet të stepen, absolutisht nga ëndrat e tyre nuk duhet të stepen dhe nuk duhet të fokusohen tek negativiteti absolutisht. E di që ndonjëherë nuk i shpëton dot sepse gjithë përfshihemi, ka disa situata ose komente që ndonjëherë ke parasysh edhe të prekin diku, por që thjesht duhet të jenë kalimtare, domethënë ose për të mos i vënë rëndësi thuajse fare. Ke përfunduar shkollën për avokate, po do ta ndjekësh në ndonjë pikë të jetës si profesion apo si e sheh? E ke pak peng apo jo? Peng jo, sepse të them të drejtën më ka ndihmuar edhe për sa i përket muzikës. Domethënë shkolla më ka ndihmuar ta shikoj për shembull të rinjt, kur ju vijnë kontratat, zakonisht nuk i lexojnë me vëmendje. Mua, fakti që kam qenë në shkollë dhe e kam parë profesionalisht në këndvështrim tjetër, më ka ndihmuar që mos të bëhem, po themi e kontratave, që qarkullojnë kudo, por që janë më shumë, unë të paktën si kam parë personalisht, i shoh në dëm të një artisti se sa në pozitive. Pastaj varet nga në ç'këndvështrime e shikon personi në fjalë, se ka artist ose ka person që do të ngrihet pavarësisht gjithçkaje dhe e firmos atë kontratën, po themi. Por që unë mendoj që profesionalisht më ka ndihmuar që në disa detaje të mos rrëshqas, ti je më e sigurt, por që tani kur e shikoj në vitet që kanë kaluar, them kam bërë shumë mirë që e kam bërë atë shkollë, dhe nëse do rikthesh apo prapë do ta bëja të njëjtën shkollë. Edhe pse në pamjet parë nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, por tek rregulli, tek disiplina, tek ana ligjore, sepse normalisht edhe muzika ka anët e veta ligjore që duhet jesh në rregull, nuk është vetëm në ajër, domethënë. Muzikën e ke prioritet, po je shumë familjare si person? E do shumë familjen? Po, unë jam ekstremisht familjare. Okej. Jam shumë familjare, bëj shumë bas familjes, bëj shumë, domethënë. Edhe muzikën e kam prioritet, por jo për ta vënë të parën dhe për lënë çdo gjë. Okej. Domethënë njëkohësisht me muzikën, unë siç e thash kam
edhe një biznes cilin unë e menaxhoj, edhe i marr paralelisht, por muzika është ajo që mua më plotëson në shpirt. Edhe kështu që është pjesë e pandashme e jetës time, po ashtu familja është gjëja më e shenjtë që ne kemi gjatë gjithë jetës, edhe është institucioni që nuk duhet preket, domethënë edhe duhet qëndroj i konsoliduar, mendoj unë gjithmonë. Po në krijimin e familjes tënde, e ke si instinkt, e ke si plan, e sheh vetën që të bëhet një kompromis, ndoshta shumë i madh që mbase muzika të stepet pak dhe të japësh prioritet kësaj pjese, Eugen apo jo? Jo, e mirëpres, absolutisht. Unë mendoj që çdo gjë ka kohën e saj. Unë kurdo që do vi momenti që unë do kem familjen time, e mirëpres, do më thënë, dhe jam absolutisht e hapur. Nuk jam, si thash, ose karriera, ose kjo, unë preferoj t'i bëj gjërat të baraspeshuar, do më thënë që shkojnë paralelisht me njëra tjetër. Ditë është multitasking. Po, kështu që nuk s'do ta rrezikoj asë njërën për tjetërën, po do t'i mbaja paralelisht. Por nëse do ishte në peshore, karriera ose familja, sigurisht do ishte familja, pas një diskutim. Përgjigje shumë e bukur. Eugen, unë falenderoj shumë që ishe në studio, folëm shumë, patjetër që kam dhe pyetje shumë tjera, apo në një moment tjetër do të realizojmë patjetër dhe intervistat e tjera. Më thuaj pak tani në ritmet e arabikës, do t'jetë edhe kënga e radhës, kështu apo je duke punuar? Jam duke punuar projektin e radhës, do jetë paka shumë në të njëjtat ujëra. Mendoj se do dalë shumë shpejt, por nuk e kam vendosur akoma, po e lë kështu. Por jam duke punuar dhe mendoj që do jetë një projekt i bukur. Mua të paktën ma jep atë ndjesinë pozitive. E ka atë pozitivitetin e arabikës edhe shpresoj që ta pëlqejnë po njësoj. Bas edhe më shumë se jo. Në rregull. Eugen Ali, të falenderoj shumë që gjete kohë erdhe nga Tirana në kanape dhe më bërë shumë qefin, më respektove shumë dhe realizon një intervistë shumë bukur, shpresoj që gjithë ata që na pa nuk knaqen. Faleminderit, dëshiroj shumë t'i përshëndes dhe publikun që na ndoqën tani. Faleminderit dhe për suportin të gjithëve që më keni dhënë dhe vazhdoni të më jepni. Faleminderit dhe ty për ftesën për emision. Ishte vërtet një emision, unë ndjeva shumë mirë dhe komplimentet e mia. Faleminderit shumë.